Tani dëgjojeni këtë se çfarë ka ndodhur në Ukrainë. Në një zonë të Ukrainës kanë vrarë 21 student dhe kanë shkuar 16 drone njëri pas tjetrit për të vrarë fëmijë nga mosha 14 deri në 18 vjeç. Dhe askush nuk e merr përgjegjësinë. Madje do t'ju them, asnjë nga lajmet nuk thot se kush e bëri në të vërtetë, sepse do t'ju them se çfarë ka ndodhur. Si gjithmonë kush është rastësisht nëse nuk e keni bërë ende lidhuni me këtë faqe që jemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Jo sepse duhet t'i japim fajin dikujt, absolutisht jo, por duhet që të kuptojmë në çfarë bote jetojmë. Atëre, gjëja e parë që është e rëndësishme, duhet të dini që në Ukrainë, pra zona që kjo quhet Starobelsk, quhet kjo zona ku kanë lëshuar dronet, është zone Ukrainës, pra gjendet në territorin e Ukrainës. Por nga momenti që ka filluar përplasja, lufta, e ka marrë sërish kontrollin Rusia. Rusia thot që është jo vetëm kjo zonë, por me fjalë zona e Luhanskës, pra sepse është rajoni Luhanskës, jo vetëm rajoni Luhanskës, por gjithë Ukraina është ruse, thonë rusët. Sepse për ata që nuk e din, Ukraina kërkon që të shkëputet nga Rusia dhe thot ne nuk jemi rus, por ç'është e vërteta, është pjesë e Rusisë, janë rus. Pik. Tani, duke qenë nën kontrollin e Rusisë, pra kjo zonë, çfarë bëri Ukraina? Këto janë të dhëna që i gjeni gjithandej, nuk është se i shpika unë, e gjeni. Lëshuan 16 drone. 16 drone lëshoi Ukraina dhe shkuan te kjo fjetina e studentëve, teksa flinin studentët në natën e të shtunës, para pak ditësh, dhe teksa flinin studentët në orën 3 të natës, vrau 14, pra dronët vran 14 fëmijë nga mosha 14 deri në 18 vjeç. Fillimisht ishin 15 të vdekur, pra të deklaruar. Me kalimin e orëve, 40 të plagosur, prej tyre, kishte edhe të tjerë që humbën jetën dal nga dal sepse ishin vrar keq. Dhe tashmë ka shkuar numri në 21 të vrarë. Por pse hapa këtë bisedë? Dëgjojeni me kujdes. Sepse sapo shpërthyen dronet, doli Ukraina nga me fjalë shërbimet sekrete ose televizionet e Ukrainës dhe thanë që rusët kanë vrarë me drone, kanë shpërthyer dronet në këtë zonë në Starobelsk dhe kanë vrarë studentët. Vladimir Putin pas një ore bëri një konferencë stampe dhe foli të gjithë gazetarët dhe tha: mbajini dhe kontrollojini ukrainasit, sepse Ukraina po vret fëmijët e tyre. Ne nuk kemi asnjë dron në atë zonë dhe ne nuk kemi asnjë arsenal në atë zonë. Ne e kemi çliruar atë vend, por nuk kemi armatime dhe nuk kemi asgjë në atë vend dhe nuk kemi qenë ne që kemi shpërthyer, kemi çuar dronet. Fill pas kësaj, pra një konferencë tjetër, del Ukraina dhe thot, po ne sepse i quam këto drone, pra e pranuan, i quam këto drone për të dëmtuar një zonë ushtarake dhe disa arsenale të rusëve që gjenden atje. Po mirë, në fjetin ishin këta, më falni, ishin në fjetin këto arsenale dhe rusët, flinin atje, ushtarët, bashkë me studentët, me fëmijët 14 deri në 18 vjeç. Shiko, ajo që më rëndoi më shumë në këtë ngjarje është fakti që kanë kaluar ditë dhe nuk ka një kanal televiziv, një televizion ose një portal i rëndësishëm që thot fajin e ka Ukraina, asnjë. Që të gjithë thonë, bile, shiko si është thonë, për shumë po ta shikoni atë të rajt, thonë Vladimir Putin dha urdhër për të lëshuar dronet, por dronet që janë lëshuar në Starobelsk nuk janë rus. Çfarë do thotë kjo? Pse duhet vësht një titull të tillë? Pse nuk thua ti Ukraina bëri gabim dhe vendosi çoi dronet dhe vrau fëmijët? Pse nuk të thuaj një gjë të tillë? Për çfarë arsye? Ajo që është për të kuptuar në këtë diskutim është fakti që disa fshihen, ata që japin urdhra pa diskutim, fshihen duke dhënë urdhra dhe dhe të tjerë që i zbatojnë këto urdhra nuk thonë të vërtetën. Dhe pyetja është çfarë po ndodh. Unë dua, e përsëris edhe një herë kam thënë gjithmonë dhe dua ta them edhe prap, unë dua që të jem asnjanës dhe i kërkoj që të jem asnjanës, por në këtë rast më vjen keq. Më vjen keq për fëmijët. Më vjen keq sepse student flinin gjumë, ishin
janë e ardhmja e Ukrainës. Si mund të vrasësh ti fëmijët e tu? Si? Si mund t'i vrasësh? Dhe pse? I vret për para? I vret për emër? Ose i vret për t'i dhënë fajin dikujt, në këtë rast Rusisë, të thuash që e bëri Rusia? Pse? Pra pse duhet të ndodhë një gjë e tillë? Doja ta diskutoja këtë për të kuptuar në çfarë bote jetojmë dhe pse i japin të drejtë. Ne mundohemi që të jemi sa të drejtë, askush nuk është perfekt, nuk diskutohet, por mundohemi që të jemi sa më të drejtë të jetë e mundur. Dhe në këtë rast ne ndoshta nuk i njohim të vërtetat që fshihen. Ndoshta kanë të drejtë që vrasin studentët, fëmijët e tyre. Ndoshta them, nuk e di këtë. Sepse unë nuk i njoh të vërtetat, por s'ka asnjë të vërtet që ti mund të fshehesh kur ti vret student, fëmijë nga mosha 14 deri në 18 vjeç. Ju çfarë mendimi keni për një gjë të tillë, për një ngjarje të tillë? Dhe pse nuk flitet publikisht? Kush e bëri, kush e kishte fajin? Pse? Pse nuk flitet? Është e tmerrshme ta mendosh. Është e tmerrshme sepse e lexoj shpeshherë kur thonë që Zelenski, për shembull, në një rast të tillë kishte deklaruar para një jave që unë do ta akmerrem. Me se do ta akmerret? Do ta akmerret duke vrarë Ukrainës, fëmijët e tyre, pra të popullit të tij. Çfarë fshihet pas kësaj lufte të vështirë? Çfarë fshihet pas këtyre lëvizjeve të qelbura? Pse duhet të sakrifikohen fëmijë dhe student për më tepër, që janë e ardhmja? Për çfarë arsye? Bile do t'ju them, kështu siç po vazhdon, unë nuk mendoj që kjo luftë do përfundoj. Do t'ja u them se përse. Sepse gjendet një lider që është bërë më i famshëm se Donald Trumpi, është bërë më i famshëm se çdo aktor në botë dhe veç shkon duke bërë deklarata, kërkon para gjithandej, bën aleanca dhe të gjithë e duan, por kush janë ata që e duan që dhe vetë këta që gjoja e duan, liderat e tjerë të botës, bëjnë lojën e dikujt tjetër dhe pyetja është të kujt, lojën e kujt bëjnë. Sepse nëse keni vëre, ka disa politikanë që nuk e duan ta shohin me sy liderin e Ukrainës, e me Zelenski, dhe megjithatë shkojnë dhe bëjnë foto, se takojnë me të dhe bien dakord. Pra kush vendos? Nëse këta nuk e duan, kush vendos pas tyre që të shkojnë dhe t'i takojnë dhe të bëhen aleat? Për çfarë arsye? Sepse ç'është, jo them vetëm një fjalë, ç'është e vërteta, askujt nuk i intereson lufta. Dhe askujt nga liderat po flas, dhe askujt nuk i pëlqen lufta nga liderat. Atëre, pse e pranojnë këtë luftë? Për çfarë arsye? Nëse do kuptojmë këtë, kemi kuptuar të vërtetën e asaj që po ndodh në Ukrainë dhe të gjithë kësaj situate vërtet komike, me një komik që u bë një lider i një lufte ose një përleshje që duket vërtet komike. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja, ta diskutojmë. Hajde. Natën e mirë dhe çfarë të bëjmë? Ne nuk mund të bëjmë dot shumë, të paktën vetëm të kuptojnë se në çfarë bote jetojmë, sepse ata që vendosin e kanë projektuar atë që kanë ndërmend. Dhe kështu që bëjnë çfarë ti do qejfi. Kalofshi bukur.